Qytetarët po humbasin durimin dita e ditës me situatën e krijuar në rrugët dhe lagjet e qytetit, ku janë dëmtuar rrugë të shumta dhe sheshe lagjesh si pasojë e punimeve për këtë investim. Kjo ishte deklarata e bërë këtë të martë nga prefektja e qarkut të Vlorës, Evi Sallushi. Duket se mbas takimit të realizuar në prefektur, ku i pranishëm ishte edhe drejtori i usjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, ka një zhvillim pozitiv dhe përmirë. Një pjesë e konsiderueshme rrugëve në qytetin e Vlorës janë bërë gati për t'u asfaltuar. Pamjet që po ndiqni në ekran janë filmuar këtë të mërkur nga televizioni 6+1 Vlora dhe ato sjellin situatën në disa rrugë të lagjeve, ku infrastruktura rrugore është bërë gati për t'u asfaltuar. Edhe në institucionin e prefektit të qarkut kanë bëritur shumë ankesa nga qytetarët për rrugët e dëmtuara si pasojë e punimeve. Ky fakt bëhet me dije edhe nga prefektja Evi Sallushi. Qytetarët kanë pasur ankesa në vimësi me situatën e krijuar për shkak të hapjes së rrugëve, vështirësisë së lëvizjes nëpër rrugët dhe nëpër sheshet e qytetit. Institucioni prefektit të qarkut gjithmonë është në mbështetje të ankesave, kërkesave të qytetarëve, ku unë gjej edhe mundësinë të bëj një thirrje gjithë që çfarëdo lloj ankese të kenë, të drejtojnë institucionin e prefekturës për të marrë informacionet e nevojshme dhe për të kërkuar zgjidhjen e problemeve të tyre. Megjithatë, duket se kompania e cila po realizon zbatimin e projektit të ri të ujësjellësit në Vlorë është angazhuar së fundmi me të gjitha forcat, edhe për shkak të presionit të institucioneve për të bërë të mundur rehabilitimin e infrastrukturës rrugore të dëmtuar. Në një kohë sa më të shpejt, synohet që të vendosen në rrugën e zgjidhjes problematikat përsa i përket infrastrukturës rrugore të dëmtuar nga punimet që po realizohen për shtrimin e rjetit të ri të ujësjellësit. Punimet për ujësjellësin e ri të Vlorës pritet që të përfundojnë në maj të vitit që vjen, por në fillim të vitit 2026 synohet që një pjesë e rrugëve me infrastrukturë të dëmtuar të jenë në rrugën e zgjidhjes duke u riparuar dhe asfaltuar.